Përshëndetje, jemi në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit të Prishtinës dhe po bëhemi gati për një ngjarje të jashtëzakonshme që do të ndodhë ditën e premte me datën 15 maj në ambientet tona në bashkëpunim me Këshillin e Ndërtimit të Gjelbër të Kosovës, në bashkëpunim me Farush Azemi. Faleminderit prof, edhe unë po ju ftoj në emër të Këshillit të Ndërtimit Gjelbër, bashkë me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, po organizojmë një forum të jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen ndërkombëtare të folësve eminent, po ashtu ekspertë vendor të cilët do të shpalosin tema të ndryshme rreth ekonomisë qarkore në sektorin e ndërtimit. Pra, ekonomia lineare deri te ekonomia qarkore, rindërtimi për çështje të vendit tonë, të Kosovës, është një aktivitet jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe aktual, jo veç për tregun, po gjithashtu edhe për studentët dhe për akademinë. Ndërsa ne organizojmë këtë forum që të ftojmë tregun dhe të ftojmë të interesuarit që të na bashkohen në këtë forum. Po pra, ky forum nuk do të jetë vetëm për student, por në këtë forum do të marrin pjesë shumë vendimmarrës, duke filluar nga institucionet e ndryshme, ministrit, komunat, por edhe industria, kompani të ndryshme të sektorit të ndërtimit, ekspertë të ndryshëm të fushës së mjedisit, inxhinier, arkitekt, gjithë ata të cilët dojnë ta bëjnë një ndryshim të domosdoshëm në fushën e sektorit të ndërtimit. Pra, qëllimi kryesor i këtij forumi është që të bashkohemi akademia, ekonomia, tregu i punës, që përmes vlerave të projekteve, të rasteve studimore, t'ju tregojmë opinionit dhe të tjerëve pjesëmarrës në këtë forum se çka është aktuale dhe çka është e rëndësishme. Sot, jo vetëm në Kosovë, por edhe përmetej. Prandaj bashkëpunimi është i domosdoshëm mes institucioneve akademike në këtë rast, Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe neve si organizatë e cila gjithmonë promovon praktikat e gjelbëra. Prandaj ju ftojmë mirë se vini në forumin tonë.